Tash flasim për fermet. Cili është numri i gjatë këtu? Unë i kom 25 kërë. Tracës? Tracës cimental, i kom 20 kërë, i kom qumshtit. 6 kërë i kom këtu, i kom për majmëri, 6 vicja, i rritit, zakonisht i rritit mija. Keni kujdes sigurisht edhe për pastërti, po shirë pastërti janë nivel? Po, pastërtin mundohem me mojtë sa të mujmë. Tash jem pak ma për shkak që ti deme që na ka bon, po përgjithësi mundohem për me mojtë. Cila sasia e qumshtit ditor? Sasim ditore kem 250 litra. 250 litra. Ndërka s'keni punktin grumbullus? Edhe punktin grumbullus, diku sjellet e 800 dhe 900 litra është ditora punktit grumbullus. Gjithë këtu fshatar për rreth? Janë fshatat për rreth, vazhësia lokale. Këtu kemi edhe pjesë në Gjakostu që janë Zhebel, një pjesë Buqani këtu. Vinë që binë edhe grumbullin. I s'knaqër me qumshto që? Po, unë bashkëpunoj me kompaninë Rrugova, por më ndjem të kënaqur njërë. Pagun me kohë? Edhe ju paguni? Edhe na përmert, edhe do thotë kompania neve, na përmerët i pagun me rregull. A keni edhe atë qumshtin e standardizuar për numër të pak bakterjeve? Po. Në urdhëres administrative? Një pjesë e madhe e fermerëve që i kom e fitojnë. Një pjesë ju për shkak që nuk i kanë me sistem mbyllur, në janë do disa kushte që duhet mi pas fermeri për më mujtë me emri i klasë. E kënaqur me nivel qendror me subvencionim? Po, na kem vanesa po na bojnë, qoftë në pagesën e sukur ta zëm shembull tash ne deri tash na ka pagu vetëm te me nishi, te me dyshë së pagu, te me treshë së pagu. Këto janë pak me vanesa. Nuk po kem vanesa se s'na paguën kur ne na vyn. Ne ndëtor tash na nuk kem ndaj investim që duhet me bën bujqësishëm. Ne na kishin vrit pagesat me na kryen tetor kur kem pas miellat ose në prell kur i kem miella tjera, këtu janë fazat kur fermeri ka nevojat. A ndonte një vish për majmëri këtu? Po. E kom këtë pjesën këndaj, kom 6 copa, që i kom vjeta që i rritit mit. Do thot zakonisht një për veti, një 4 i shesim, kështu që ka herë vit. A ndohet diçka për majmëri nga niveli? Jo, nga niveli qendror nuk dohen, ajo pak një mungesë, nuk e di pse o mbet ajo, që është e nevojshme shumë për shkak që mos më na hinë mish për vendeve tjera, po me rrit me pas na mishin ton këtu, sikur me pas në subvencionim njerëz kishin mundësi më shumë me pas mish edhe më të mirë, më kvalitet.